E marrë. Ta këshim kapi foto dhe ne, se mas 20 vjetësh do vim prap këtu, është e sigurt. Faleminderit shumë. Urime. Tani, nuk dua t'ju mbaj gjatë, e hoqa fjalimin, e hoqa foltoren, jam këtu për të thënë disa fjalë, edhe dua ta nis me frymëzimin që më dha Dalia e Gramozit këtu, që më kujtoi një fjalë të legjendarit Fate Velaj, i cili kur u bë deputet i Partisë Socialiste, mbas sa kohësh tha, qa misteri është ky, tha, me këtë njeri, tha, 35 vjet, tha, në maj, 35 vjet, tha, fytyrën e ngrysur. I thash unë si e shpjegon ti, ky duhet jetë një profesion më vete, tha, se ne u meruam, tha, duke qeshur, tha, po nuk në ndjek njeri nga mbrapa si që ndjekin këtë, tha. Tani unë mendova që të shtoj edhe më shumë, se nuk është vetëm që është i ngrysur 35 vjet, po 35 vjet Facebook, jo. Instagram, jo. TikTok, jo e jo. Po, që kur ka dalë telefoni celular, asnjë SMS s'ka bërë akoma deri tani që flasim. I punon telefoni vetëm në marrje. SMS-ve. Tani, plus kësaj, 35 vjet, intervista në media ka dhënë 3.5, 3,5 në me thënë. Si shpjegohet kjo? Në fakt, kjo e ka shpjegimin tek telefoni. Sepse askush nga ne nuk ka në telefon të gjitha kontaktet që ka Gramozi nga veriu në jug, nga ditët para themelimit, gjatë themelimit, mbas themelimit, dhe askush nga ne nuk e ka arritur dhe nuk e arrin dot atë që Gramozi ka bërë dhe vazhdon të bëjë dhe sot, që jo vetëm i përgjigjet çdo njeriu, jo me SMS, është kuadër i vjetër, thot mos lër gjurmë, po me telefon, një për një, ata shkruajnë, Gramozi përgjigjet. Jo vetëm kaq, po të mbledhësh rrugët e Gramozit për vaki, në radhë parë për vaki, për ngushëllime, e për dasma, e për pagëzime, janë të panumërt. Pra, ajo që Fate Velaj nuk e kuptonte dot dhe që shumë kush nga ata që nuk e din se si funksionon Gramozi me fytyrën e tij të vrejtur, është që në fakt Gramozi është krye patronazhisti i Partisë Socialiste. Unë e di tani që kjo do ta ngatroj prap opozitën dhe do t'i ngatroj prap të gjitha ata që e mendojnë sistemin e patronazhimit si një sistem agjenturor i Partisë Socialiste, se Gramozi nga fytyra e ngrysur ka dhe atë hijen e krye agentit, por nga Gramozi
unë dua të kaloj tek ata që askush si përmendi, se të gjithë thonë socialistët kështu në tërësi, por që janë arsyeja bazë e të gjitha sukseseve tona elektorale, që janë patronazhistët e Partisë Socialiste. Patronazhistët e Partisë Socialiste janë ata që bëjnë në fakt, e kanë bërë dhe e bëjnë atë që Gramozi bën me të gjithë familjen socialiste. Por e bëjnë me atë numër të vogël njerëzish që kanë në kujdestarinë e tyre. Dhe e kam thënë përpara, e përsëris prapë sot, unë e çmoj punën e të gjithëve, por mbi të gjitha çmoj punën e patronazhistëve. E di shumë mirë që do të thotë ti je kryetar organizate, e di shumë mirë që do të thotë ti je antar organizate, por mund të jesh kryetar organizate dhe mund mos kesh vlerën që ka një patronazhist. Mund të jesh antar organizate në letra, po se ke kur vlerën që ka një patronazhist. Patronazhistët janë antarët e kësaj familje që me punën e tyre, derë më derë, me kontaktet e tyre, me njerëzit që kanë në patronazh, garantojnë pikërisht atë që Gramozi kërkoi sot nga të gjithë. Mos humni lidhjet me njerëzit. Përtej kësaj, unë dua të bëj dhe një dy reflektime lidhur me çfarë u tha këtu dhe me çfarë është thënë gjatë këtyre takimeve dhe me çfarë thuhet apo nuk thuhet mjaftueshëm për Partinë Socialiste. Dhe dua të them që një nga arsyet mbas patronazhistëve që janë krye arsyeja, të paktën të fitoreve që unë kam udhëhequr, një nga arsyet e fitorëve të Partisë Socialiste është aftësia për t'u hapur. Dhe aftësia për t'u hapur buron në kohë është një nga ato shënimet në ADN-n e Partisë Socialiste, qysh nga momenti i lindjes saj. Nga momenti i lindjes saj, kur Partia Socialiste nuk ndroi thjesht emrin. Nuk kishte një ndrim emri. Emri dhe ndrimi i emrit ishte gjëja më e drejt për drejt, zyrtare dhe përfaqësuese në sytë të tjerëve. Por ishte me ndrimin e emrit dhe ndrimi i qasjes ndaj vetes, i qasjes ndaj shoqërisë, i qasjes ndaj të shkuarës, i qasjes ndaj historisë dhe ndaj të ardhmes. Dhe këto nuk janë fjalë që tingëllojnë bukur, por këto janë fjalë që tregojnë ç'a ndodhi në atë moment ndarje. Partia Socialiste nuk doli si produkt i një krenarie për atë që linte pas. Partia Socialiste doli si produkt i një reflektimi lidhur me atë që vinte përpara. Dhe për këtë arsye, asnjë parti tjetër e krijuar në Shqipëri, lëre ata Hoxha-Bonxhat, që me demek janë akoma kundërshtarët tanë, po asnjë parti tjetër e krijuar në Shqipëri, as partitë më të reja, nuk e kanë dot atë që ka Partia Socialiste në ADN-n e vet, që vjen nga ajo ditë, nga dita
e ndarjes dhe e rilindjes për t'u hapur sensin e të parit vetvetes gjithmonë me një ndjenjë përgjegjësie për atë që ndodh, për atë që duhet ndodhi, dhe me një ndjenjë respekti, pavarësisht se në momentet e caktuara mund të duket më shumë, mund të duket më pak, ndaj të tjerëve. Diçka tjetër që Partia Socialiste bëri që në ditën e parë dhe që është e shënuar edhe kjo në ADN-n e kësaj familje, është vendosja e një raporti me të shkuarën, që është një raporti më i ekuilibruar me të shkuarën që mund të gjesh edhe sot e gjithë ditën në të gjitha forcat politike, që nga Hoxha-Bonxhot deri tek këta më të rit. Sepse, siç thash, Partia Socialiste nuk lindi si një moment refuzimi për të pranuar se kishte diçka shumë të madhe që nuk shkonte më. Po lindi pikërisht si një moment reflektimi mbi atë gjë shumë të madhe që nuk shkonte më, që krijoi pastaj sensin e përgjegjësisë ndaj vetes dhe ndaj tjerëve për cilin fola, dhe që ndërtoi një raport me të shkuarën ku Partia Socialiste ndau shumë qartë që në fillim dhe pastaj e konsolidoi hap pas hapi diktaturën dhe krimet e të shkuarës me luftën nacionale shqiptare dhe me komunistët si njerëz të ndershëm që i shërbyen një kauze tek e cila besonin, por që nuk u përzihen në ato krime. Dhe këtu lind edhe raporti i drejt me historinë i Partisë Socialiste. Është vetëm një parti që asnjëherë nuk është lëkundur në antifashizëm dhe madje Partia Socialiste është partia më antikomuniste e Shqipërisë në aspektin ideologjik. Dhe si një parti e të majtës progresiste të qendrës europiane, Partia Socialiste është një parti që është njëkohësisht antifashiste dhe antikomuniste. Është një parti anti-ideologjike që nuk e ka ngatruar asnjëherë, siç thash, njeriu e ndershëm, njeriu e drejtë, njeriu e punës, njeriu e kontributeve, qoftë ai edhe komunist, me diktaturën dhe me ata që mbartën mbi supet e tyre atë përgjegjësi për cilën Partia Socialiste lindi duke u ndarë prej asaj që ata përfaqësonin, dhe nuk ka ngatruar asnjëherë në asnjë moment atë që pasoi pas luftës nacionale shqiptare, me faktin që ata që e vendosën Shqipërinë në anën e drejtë historisë dhe ajo luftë që e vuri Shqipërinë në anën e fitimtarëve, është një luftë që nuk preket, po vetëm respektohet. Tani, jo me fjalë, por me fakte. Dhe jo me fakte që vinë nga koha kur unë kam filluar të udhëheq Partinë Socialiste me bekimin tuaj, por me fakte që vinë nga më parë. Partia Socialiste ka mbajtur qëndrimin më korrekt ndaj të shkuarës edhe në aspektin e anës tjetër. Nuk i ka respektuar me fakte të përndjekurit politik forca e Hoxha-Bonxhove që u krijuan me demek për t'i përfaqësuar dhe ata, sa që kanë respektuar socialistët përmes qeverive të tyre. Ka që vërtet është kjo, sa po ju jap vetëm një shembull, i cili lidhet me dëmshpërblimin e të gjallëve
të dalë nga burgjet e komunizmit, nëse nuk do kishte ardhur Partia Socialiste në qeveri në 2013. Të burgosurit e vërtet politik të dalë nga burgjet dhe që ishin akoma gjallë, do kishin ikur në atë botë pa i marrë dëmshpërblimet, sepse honxhobonxhot përpara nesh e kishin prishur radhën dhe kishin shkuar të tretët pa mbaruar një herë me ata që ishin arsyeja pse të tretët quheshin të përndjekur. Dhe jo vetëm kaq, po Partia Socialiste është partia që nuk e ka problem të ballafaqohet me të shkuarën, dhe pikërisht se nuk e ka problem të ballafaqohet me të shkuarën, pasi e ka vënë të qartë distancën dhe i ka ndarë si duhet se çfarë ka e shkuara për tu refuzuar si vazhdimsi dhe çfarë ka e shkuara për të mos u hedhur poshtë si pjesë e asaj që jo që ne jemi si forcë politike, po si pjesë e asaj që ne jemi si një popull në histori, nuk ka qenë forca e honxhobonxhove. Ka qenë kjo parti përmes qeverisë dhe shumicës së saj qeverisë që ka bërë ligjin për dosje dhe që ka mundësuar hapjen e dosjeve duke bërë institutin përkatës, agjencinë përkatëse, që ka bërë muze jo për të glorifikuar diktaturën, po për ta treguar historinë e errët të diktaturës. Sepse Partia Socialiste është një forcë që ka pikërisht fuqinë ta shohin në sy historinë, të shohin në sy veten, të shohin në sy çdo tjetër dhe të shohin në sy të ardhmen. Asnjë tjetër nuk e ka këtë forcë. Dhe ata që shkonin, se tani nuk e bëjnë më, dhe turreshin për të prishur bunkerin, që nuk simbolizonte glorifikimin e të shkuarës, por që ishte aty për t'i treguar të gjithëve, edhe fëmijëve tanë, po edhe atyre që na vizitojnë se nga çfarë ferri kishim dalë, ata në fakt janë ata që e shkatruan Partinë Demokratike dhe shkatruan të djathtën shqiptare, sepse nuk janë shëruar, vetëshëruar nga traumat dhe përkatësia tek regjimi i kaluar, qoftë si shërbëtor, qoftë si spiun të atij regjimi. Dhe nuk është e rastit që edhe rrugët me spionët u ndan në ata që hynë në rrugën e Partisë Socialiste dhe në ata që vajtën në rrugën e Partisë Demokratike. Gramozi mori socialistët, spionët i morën shërbëtorët që kishte Gramozi para se sa të lindte Partia Socialiste. Dhe pën Partinë Demokratike. Nuk e dia ka qenë ky plani yt Gramos që ta shkatrosh opozitën duke çuar gjithë spionët atje, po është e sigurt që ka funksionuar plani yt për Partinë Socialiste që është e çliruar tërësisht nga hijet e shkuarës edhe në këtë aspekt. Dhe edhe diçka tjetër nuk ridot pa e thënë se edhe kjo është e shkruar e shëshënuar në ADN-n e Partisë Socialiste. Dhe këtë duhet ta përsëris sepse është diçka që i vlen shumë socialistëve që jo se nuk e respektojnë historinë e familjes tonë, po e harrojnë. Jo se nuk kanë të drejtë kur revoltohen dhe kur në momentet caktuara sidomos ngren zërin kundër meje, kundër nesh, për padrejtësinë që vazhdon dhe për drejtësinë që nuk vjet në vend. Se nuk diskutohet që çdo kush, jo që ka qenë në bulevard kur u vran 4 njerëz, por që ka qenë shpirtërisht me atë bulevard atë ditë, e ka shumë të vështirë ta gëlltisë, sidomos në momentet kur arrin ngjarja që s'ka akoma drejtësi. Por mos harroni, Partia Socialiste
u ballafaqua mbas lindjes saj në një hapësirë lirie jo demokratike. Ishte liri, se cili mund të bënte çfarë donte. Mund të krijonte edhe parti, mund të pushtonte edhe parkurinia, mund të rrëmbente vajza për t'i çuar në Itali, por nuk ishte demokraci. Dhe Partia Socialiste u ballafaqua me më të keqen që mund të ballafaqohet një opozitë që është legalisht e regjistruar si e tillë dhe që praktikisht nuk funksionon dot si e tillë, sepse lëri rrahjet edhe të gjitha ato që i tregoi Musai në këtë rast. Por kryetarin e vet e pati në burg për disa vite, politikisht të dënuar. Dhe Fados Nano ka një kontribut të jashtëzakonshëm në faktin që me sensin e tij të leadershipit dhe me sensin e tij të përgjegjësisë ndaj demokracisë si një ndërtim që kur fillon nga aty nga filloi është një ndërtim brezash, nuk doli nga burgu duke kërkuar hakmarrje, por doli nga burgu duke kërkuar shtet. Shumë herë kam dëgjuar që ne socialistët jemi të butë. Shumë herë kam dëgjuar që ne socialistët nuk jemi si ata, që ata nuk të falin për sojin e tyre, ndërsa ne sojin ton nuk i dalim për Zot. Shumë herë kam dëgjuar këtë. Po e dini çfarë ndryshimi është ky? Ndryshimi midis mosdaljes së sojit tënd për Zot, duke mos u bërë ti drejtësia, dhe daljes së sojit tënd për Zot, duke qenë ti vetgjyqësia, është ndryshimi midis Europës dhe mesjetës. Është ndryshimi midis sensit përgjegjësisë për çfarë duam t'i lëmë mbas fëmijëve tanë dhe sensit të papërgjegjshmërisë për çfarë e ka lënë Shqipërinë për kaq dekada e kaq shekuj një vend ku s'ka të ardhme për fëmijët e saj. Dhe më besoni që nuk ka qeveri, nuk ka forcë politike që hyn në histori se ndërtoi rrugë. Nuk ka. Gjithë ndërtojnë rrugë. Ca ndërtojnë më shumë, ca ndërtojnë më pak. Një forcë politike hyn në histori për sa ka kapacitet të ndërtojë shtet dhe ta bëj shtetin të funksionojë. Mirë po, kujdes këtu, sepse kapaciteti për ndërtuar shtet në kushtet tona është kapaciteti për të lënë lëkurën tonë në duart e tjerëve. Dhe ajo që ka nisur me Fados Nanon, si zëdhënës i sensit të arsyes demokratike, kundër vetgjyqësisë, është filli që pastaj ka vazhduar duke u zgjatur fillimisht me shumë vështirësi, pastaj dal nga dal më shpejt i reformës në drejtësi dhe i përpjekjes për ta bërë drejtësinë të pavarur dhe i dhënies pavarësi të drejtësisë dhe edhe i faktit që sot ne jemi këtu në 35 vjetorin e Partisë Socialiste të Tiranës. Dhe sot ne, pikërisht se nuk jemi as ata të tjerët, dhe pikërisht se nuk jemi si asnjë nga të tjerët, nuk jemi duke kërkuar lirim për të burgosurin politik Erion Veliaj,
sepse kjo nuk është çështja jonë, sepse në Shqipëri nuk ka të burgosur politik, dhe sepse sado e dhimbshme të jetë mungesa e tij, sado e padrejtë të na duket ne, ne pikërisht pse jemi këtu për të bërë histori dhe për t'i lënë fëmijëve tanë një Shqipëri tjetër, kemi vetëm një detyrë jashtëzakonisht vështirë, detyrën që Fatos Nano e kreu më së miri, duke jo vetëm përballuar burgun dhe duke dalë me dorën e shtrirë ndaj burgosit ti, por dhe duke përballuar poshtrime tjera, por pa lëshuar asnjëherë, pa i hapur asnjëherë portat detit të socialistëve për ta përmbytur Shqipërinë nga e para, por duke krijuar kushtet që hap pas hapi ne të vim këtu ku jemi. Ne jemi sot në një udhkryq, jo Partia Socialiste, Shqipëria. Një udhkryq midis të shkuarës dhe të ardhmes, fiks sot, midis Shqipërisë që kemi pasur për kaq shumë vite dhe Shqipërisë që nde kemi misionin t'i lëmë fëmijëve tanë që ta kenë asaj në Bashkimin Evropian. Dhe ajo Shqipëria në Bashkimin Evropian kërkon sakrifica të gjitha llojeve. Dhe drejtësia është e vetmja sakrificë reale që politikanët bëjnë kur kanë fuqi, sepse lëshojnë pushtet, dorëzojnë një shpatë me rrezikun që ajo shpatë të vejtë e koka e tyre. Dhe ajo shpatë mund t'ju vejtë e koka e tyre me të drejtë dhe pa të drejtë. Por ama, këtu ndahet dhimbja për të vazhduar që ajo ngrehin e brisht të ndërtohet pa kthim me pa fuqinë për të përballuar dhimbjen, por njëkohësisht edhe me kthimin mbrapa në histori. Prandaj Partia Socialiste nuk ka asnjë mundësi të kthehet mbrapa, se nuk ka asnjë shans që t'i tradhtoj fëmijët e këtij vendi. Por nuk ka edhe asnjë shans që t'i tradhtoj të gjithë ata të cilët i dhanë këtij vendi në të gjitha mënyrat e tyre, qoftë si rilindas, dëshmor, apo martir të komunizmit, qoftë edhe si punonjës të thjesht hekurudhash, apo bujq të thjesht kooperativash. Sepse në një mënyrë ose një tjetër, të gjitha ata, për arsye të ndryshme, kishin një fiksim në kokë. Shqipëria të bëhet më e mirë. Dhe një gjë duhet ju them të gjithë atyre socialistëve që në emër të partisë, në emër të punës që bëjnë, në emër të kontributeve, kërkojnë favore për hesap të asaj që kanë bërë dhe që për këtë partia duhet t'ju rregullojë dhëndrin në punë. Cili hero dhe dëshmor i luftës nacionale shqiptare do ta kërkonte këtë favor në emër të gjakut të tij? Cili? Përkundrazi. Çdo hero dhe dëshmor që është atje te Varrezat, çdo socialist që jetoi këtë periudhë si pensionist veteran dhe që sot është në botën tjetër, ndjehet i poshtruar nga përdorimi i kontributit për të rregulluar dhëndrin. Dhe arsyeja pse ne jemi akoma sot këtu në mandatin e 4 nuk është se ne nuk kemi bërë nga këto, kemi bërë shumë nga këto, por ama përsëri njerëzit e dinë shumë mirë që gjithsesi ne jemi të vetmit që një kufi moral të kësaj natyre me njerëzit e këtij vendi e njohim dhe e respektojmë. Dhe kur ai kufi shkelet, e refuzojmë.
Dhe dua t'ju them në mbyllje, se u zgjata dhe unë si Musaj, dua t'ju them në mbyllje, Musa nuk the diçka tjetër ti, the 5 gjëra, po do thosh edhe i tjetër. Ti ke një merit, Musa, që ti nuk e do sot, por që ty do të mbetet. Ti ma ke dhënë mua kartën e Partisë Socialiste pa lejen e Fatosllanos. Unë të thash ku është organizata, Musa, ti qeshe ha, po ç'të duhet ti organizata. Se me ata merrem unë, se i kishim ndarë detyrat. Kisha thënë Musait, Musa, me Tiranën merrem unë, me ata merru ti, mos më afro ata këtu. Unë do të sjell të rinj. I thash Musa, ku është? Keni ju një zyrë atje, një gjë atje ke lagja ime, unë jetoja me qera te rruga Elbasanit në një dhomë i kuzhinë atje. S'po e them për kështu, po ashtu ishte e vërteta. Edhe flia kështu në diagonal, edhe Musa më tha kemi. Okej, thash hape se do vi, do futem në parti. Po le e tha tash tha se s'futesh ti në parti tha. O Musa do futem në parti. Po le e tani tha, nuk i bëhet mirë as ty as partisë tha. O Musa i thash hap zyrën. Edhe shkuam atje, Musa i s'dinte çaj priste. Futemi atje. Ishte Kismet Meta. Kismet Meta u bë kismeti i Partisë Socialiste për Shqipërinë 2030, që atëre. Edhe kismeti emri Edi. Edvin tha, jo, i thash, e kam ndruar, Edi. Emrin që më kanë vënë nuk e kam pranuar. E kam ndruar. Sot më thoshte dikush pse s'ndron dhe emrin e Partisë Socialiste. I thash Partisë Socialiste do ta keni këmba këmbës tash derisa, kështu që i thash, jo që s'do ndrojmë emrin e Partisë Socialiste, po qofse doni të shpëtoni nga Partia Socialiste, futuni në Partinë Socialiste. Që të ndjeni pjesë e fitoreve. Mbi emrin Rama. Okej. Më dha atë kartën, Musaj akoma e kuptonte që diçka nuk shkonte, kur dalun atje them do kandidoj për kryetari i partisë, do shpëtoj partinë, Musaj i humbi pini, kur thonë. Po, kishte pukun pastaj edhe e zgjidhi. Kështu Musa ato e ke merit. Mos e moho. Tani, kam bërë një listë fjalësh dhe me që Taulandi me Ogertën këtu ishin si përfaqësuesit, si moderatorët e festivalit të këngës, edhe ju shkonte shumë ajo. Seriozisht ju shkonte shumë. Do me thënë, pas karrierës politike, po e mbajtët të formë, e keni një punë të Radio Televizionit Shqiptar. Unë do bëj një quiz. Nëse merë çdo shqiptar, madje edhe ata që janë me onxho-bonxhot, po që mos ta dinë se kush po i pyet, dhe i thua, ke 2 parti në Shqipëri. Partinë Socialiste, ka dhe ca tjera, po ato s'quhen. Një Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Tani, unë do të them fjalën, ti më thuaj, kë partit kujton fjala. E do filloj. Revansh. PD-ja. Ata që janë me onxho-bonxhot do thonë, ne mër vlla jemi. Revansh pa tjetër. Drejtësi. Përçarje. Njerëzillëk. Se nuk e vura bashkim se do duket si fjalë e madhe, po njerëzillëk po një. Madje qajnë shumë patronazhistë se s'kan faj, jeni më të njerëzishëm thonë me ata se që jeni të njerëzishëm me ne. Po kjo është temë tjetër. Shkatrim. Shkatrimi është kështu si kusur. Ndërtim, PS-ja. Rëmuj kuptohet, rregull, PS-ja. Pislëk, pastërti. Tani jo se s'ka probleme me kazanat, se na i tregon Erjoni vazhdimisht, po braqa e kam fjallën, po çështja është që përmundohemi të pastrojnë pak. Nuk jemi të lumtur me pislëkun.
Dhuna kuptohet është monopol, është licencë, është hipotekuar nga PD-ja. Vetë përmbajtja jemi ne të shkretët, Gramos. Vetë përmbajtja jemi ne. Kështu që nuk po zgjatem me raportin me interesin kombëtar, po duhet të them këtë që nga dita e parë deri më sot kjo parti ka bërë shumë gabime. Nuk ka bërë asnjë zezë. Të zeza këtij vendi nuk ka bërë asnjë. Onxho Bonxhot, madje Onxho Bonxhot tani që po i përmend, më duket e bardh këmisha ime. Po gabime dhe faje sa doni. Ama nga dita parë deri më sot, kjo parti kur nuk është lëkundur në vijën e drejtë të mbrojtjes së interesit kombëtar. Kur. Dhe nuk është e rastishme, sepse shpeshherë ndodh, dhe sidomos në këtë kohën e re të TikTokut, po gjithmonë në histori, që kush ka ëndra të mëdha, kush ka ambicie të mëdha, kush ka vullnet të madh, kush ka një mision të madh, është i detyruar që të bëj ndryshime të gjitha natyrave. Është i detyruar që të bëj ndryshime si ai ndryshimi i 12 qershorit në Thënjishin. Duket kështu sot, po ndryshim shumë dramatik për shumë kënd. Dhe patjetër që është i detyruar pastaj të mbaj mbi supe dhe mbi fytyrë qamete. Dritorova Golli këtu tha atë që të tjerët pastaj e thonin në kor mbas disa muajsh, po kur e tha këtu ishte tradhtari. Dhe Partia Socialiste, qeveritë e Partisë Socialiste janë akuzuar shpesh për tradhti. Dhe kulmi i akuzës për tradhti ka qenë tradhtia ndaj kauzës kombëtare, çështjes kombëtare. Po unë po ju them një gjë, nëse Shqipëria ka një arkiv për të gjithë kontributorët e çështjes kombëtare, dhe nëse rilindasit tanë janë në krye të asaj arkive, duhet ta dini shumë mirë të gjithë që kush është socialist ka 1001 arsye për të thënë të dhjefsha partinë, por ka një arsye të madhe për të qenë krenar, sepse në atë listë është Partia Socialiste e Shqipërisë si kontributore. Tani ju do thoni si mund të bashkosh rilindjen me Partinë Socialiste për çështje kombëtare, e bashkoj skema të punë. Sepse që nga e fytyra e ngrysur atje, kur socialistët dolën nga ferri i asaj që si ishte opozit, ishte për ndjekje, dhe morën pushtetin, tek ai që nuk jeton më, por që ishte kryetari i Partisë Socialiste, tek kryeministri tjetër i Partisë Socialiste, Panderi Majko, tek një njerëzish rreth tyre, nuk kanë lënë gur pa lëvizur, gur që mund të duken sot gur që do t'i nxjerrë lumi i historisë nesër për të çliruar Kosovën. Dini gurët që janë vënë në rresht të murit të shkruar. Dini se si u mbështet
gjithmonë UÇK-ja me fjalë se si u mbështet UÇK-ja me vepra, por t'jeni të sigurt që historia ka ende shumë gur për të nxjerrë. Dhe aty do të shikoni që faktori shqiptar në këtë rajon është një faktor që mori formë, mori guxim dhe doli hapur fal mbështetjes që gjeti në Tiranë dhe nuk e gjeti te Honxho Ponxho. Por e gjeti te këta burra. Mbështetje, po ju them, edhe me shtet, po edhe me patronazhista të një lloji tjetër. Dhe kush e akuzonte Partinë Socialiste për tradhti, kush i thoshte Partinë Socialiste ju jeni të Beogradit, kush i thoshte Partinë Socialiste ju jeni të shqitur, kush ja thoshte këto? Ata që ditën qanin për Kosovën dhe natën çonin naftën tek Slobodan Miloševići dhe merrnin para. Dhe kjo është një. Dhe ka shumë të tjera. Ka shumë të tjera. Por gjevajiri më i madh i kurorës së kësaj historie të shpëtimit të Shqipërisë është ai që Partia Socialiste ka misionin të vendosë në kurorën e Europës. Në atë kurorë ku janë gjithë burët e shteteve antare dhe ku vendosja e gurit Shqipërisë në atë kurorë do ta bëjë Partinë Socialiste forcën që do të ketë respektin e historisë njësoj si rilindasit tanë. Besoheni këtë gjë. Besoheni këtë gjë. Mos dëgjoni se çfarë thon ata që s'duan. Mos dëgjoni se çfarë flasin ata që s'din çfarë thon, e s'din çfarë duan, apo më saktë duan vetëm të rrëzojnë Partinë Socialiste. Po besoheni këtë gjë. Dhe sa herë Partia Socialiste ju vjen majt hundës, sepse ja u sjell majt hundës dikush që është aty afër, ja u sjell majt hundës administratori i lagjës, ja u sjell majt hundës kryeplaku, ja u sjell majt hundës deputeti, ja u sjell majt hundës ministri, ja u sjell majt hundës dreqi dhe i biri. Shtrëngoni dhëmbët, bëni atë që duhet bëni brenda për brenda, por mos hiqni mendjen nga një fiksim që duhet ta ketë çdo shqiptar i ndershëm dhe patriot që ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian me patjetër tani që është hapur dera. Nuk është një luftë me armë. Nuk i kërkohet njeriu të japi jetën. Nuk i kërkohet njeriu të shesi pasurinë për kauzën. Gjëra që i kanë bërë rilindasit tanë, gjëra që i kanë bërë heronjtë dëshmorët tanë. Nuk i kërkohet njeriu të zhytet në ilegalitet. Nuk i kërkohet njeriu të bëj faktikisht asgjë më shumë se qytetarin e mirë, patriot, dhe të kuptoj që sot të shtrëngosh radhët e Partisë Socialiste dhe të rreshtohesh me Partinë Socialiste nuk është rreshtohesh me një logo partia, është rreshtohesh me fuqinë e shqiptarëve për ta çuar Shqipërinë krenare, aty ku Shqipëria është parë gjithmonë si një vend njerëzish me bisht. Dhe mos e harroni kurrë që çdo gjë që nuk shkon me këtë betejë, sado e vogël, është një gjë që i shërben atyre që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Dhe mos kujtoni se të gjithë e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Në çdo shtet të Europës ka forca që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian, në çdo shtet. Këtu në Shqipëri ka forca që punojnë kundër Shqipërisë Bashkimin Evropian. Dhe nuk është histori filmash edhe spionësh dhe agjenturash. Është shumë më e thjeshtë sot. Dhe prandaj ne të parët duhet ta kemi shumë të qartë që po na rrëshqiti ky moment, po nuk ishim në lartësinë e kësaj sfide, po nuk shtrënguam dhëmbët jo për t'i mbuluar
gabimet, jo për t'i fshehur të metat, jo për të mos dalë dhe për të mos treguar kazanat me plera, çdo ditë, po për të mbajtur syt atje te horizonti dhe për të thënë ne do ta kalojmë edhe këtë det të fundit, njësoj siç i mbajnë syt tek horizonti ata notarët që kalojnë detin me not. Nuk do t'jetë e lehtë. Do t'jetë gjithmonë më vështirë, sepse maja është gjithmonë më afër. Dhe ju dini shumë mirë se çfarë janë hapat e fundit të majës. Profesori Temi tha, mos e lodhin një Tiranë. Ditën, profesor, ditën që këta do më lodhin mua, unë s'jam më këtu. Këta s'më lodhin do të mua akoma, se unë zgjohem përpara gjithë këtyre dhe fle mbrapa gjithë këtyre, se për këtë më kanë vënë në krye. Dhe më keni vënë në krye që të zgjohem përpara gjithëve, të flem pas gjithëve, dhe kur jam zgjuar të mos ju tradhoj kur, dhe kur fle të mos shoh kur ëndra se si të përfitoj në kurrizin e kujdo prej jush. Çfarë nuk keni dëgjuar, çfarë nuk do dëgjoni. Në base nuk e keni dëgjuar akoma që unë ha fëmijë. Po, ha fëmijë. Si u ka ardhur akoma lajm, do t'ja u thonë dhe këtë. Por, dëgjojnë të gjitha si Gramozi. Të gjitha i dëgjojnë, po fytyrën e ngrysur të objektivi. Rrofshi dhe ishte dy fishi i fjalës Musait, por ishte edhe sepse